Maskarent të llojit të Edi Ramës janë njerëz jashtëzakonisht të rrezikshëm dhe para se të futet në burg, ai mund të marrë me qafë shumë njerëz. Miq të Piskut, ju përshëndesim, uroj që t'jeni mirë dhe ja kur i takohemi sërish me profesor Angel Luka, Angeli kundër djajve. Ka shumë njerëz që e mbështesin, e vlerësojnë dhe janë shumë të lumtur, të kënaqur për atë se çka thot profesor Luka, por janë dhe nga ata që jo kritikët, por që thonë që ore, nuk e njëri tjetër ti përveç Angelit. Jo vetëm unë, por edhe Angeli ka bërë thirrjen dhe ftesën, kush është njëri, dyti, treti, katërt dhe të shumë qofshin ata që mendojnë dhe logjikojnë si Angeli dhe janë patriotë dhe njerëz të vërtet që janë oponent ndaj të keqes për të përmirësuar të mirën. Bujrum, kjo kamerë është për ju, kjo mikrofon është për ju. Hajde, kjo na gëzon akoma më shumë që ne t'jemi përpara, ashtu siç ka bërë dhe ky njeriu heroi i kombit. Angel, përshëndes, falenderoj shumë. Po, e kemi gjetë pikë stacionin tonë, jemi gjithmonë duke busulla e gjithë shqiptarëve. Do ta nisim direkt me ultimatumin e fundit, të orëve të fundit të Donald Trumpit, presidentit të gjithë botës. Të gjithë botës është kthyer tani, e ka marrë gjithë botën peng ai. Të gjithë botës tuaj se jo, botës që tani po jo ora çon pritet mos mirë, do kalojmë tek ajo. Ka thënë që të marrë do thotë iranjanët dhe Irani ka me pa picar me sy, se nuk po liron atë ngushticën e Hormuzit dhe të shohë picar me sy, o bastard ka për gjithë ata. Udhëheqësit që janë atje. Dëgjoj një çik. Po vjen fundi Angel. Jo, fundi atyre. Dëgjoj një çik këtu. Për fat të mirë, Amerika është një popull me 350 milion banor, ku pak a shumë, të paktën me zgjedhjet e fundit, rreth 75 milion kanë qenë ata që kanë qenë pro Trumpit. Mos harroni se mbeten edhe 265 milion të tjerë sa mbeten afërsisht. Domethënë një numër shumë i madh njerëzish, një pjesë që nuk votojnë fare ose janë, si thua ajo, që në gjuhën e këtyre analistëve elektorati gri. Pan shqiptar e quajnë elektorati gri, dhe të tjerë që janë pjesa demokratike që quhet në Amerikë. Në Amerikë janë shumë ata që nuk e pranojnë logjikën e zotit Trump. Po unë do them ca gjëra të tjera që i shikojmë në internet dhe që nuk i shikojnë dot shqiptarët. Sidomos pjesa më e madhe e shqiptarëve që ndoshta edhe nuk kanë njohuri, nuk kanë aftësi të kuptojnë ato ça jep rjeti, dhe të tjera akoma që me keq dashje nuk duan t'ja japin, dhe kjo është më e keqja. Media shqiptare nuk ja u jep shqiptarëve ato më të rëndësishme. Tashti, sipas të dhënave apo të thënave dhe pamjeve filmike, iranianët nuk janë aq poshtë sa pretendon zoti Trump, përkundrazi janë goxha lart nga ana ushtarake. Ata kanë sulmuar rend Izraelin, gati e kanë azgjësuar të paktën kryeqytetin, dhe në mos gaboj para 2 ditësh në kryeqytetin izraelit në Tel Aviv është parë dhe flamur i bardhë. E kuptoni ç'do të thotë? I paçes. E kërkojnë paqe. Paqe komësh, paqe kokë. Ka grupe të mëdha njerëzish protestuesish që kërkojnë patjetër të ndalet lufta. Dhe kjo luftë nuk mund të ndalet pa kërkesën e Izraelit, domethënë pa u dorëzuar ushtria izraelite dhe pa u kthyer mbrapsh. Sulmet e rënda janë bërë nga Hezbollah kundër ushtrisë izraelite, ushtrisë pushtuese izraelite, dhe sulmet kanë qenë me maksimumin e aftësisë ushtarake, jo sulme partizanësh, domethënë ilegale që më the tash, po sulme të mërfillta, të mirë menduara, të mirë planifikuara, dhe me logjistikë të plot ushtarake. Po ashtu keni grupin Huti, që edhe ata janë në mbështetje të Iranit, të palestinezëve dhe të Hezbollahve. Domethënë, gjitha ai rajon që dikur zotërohej nga Amerika, se këtu e kemi fjalën, tani nuk zotërohet më nga Amerika. Kupton? Amerika ka treguar dobësi të jashtëzakonshme në planifikim. Jo se Amerikës i mungojnë aftësitë dhe kapacitetet ushtarake. Po ata s'ka pasur. Po udhëheqja. Udhëheqja për faqe të zezë. Të mos harrojmë që për shkak të kësaj udhëheqje,
për shkak të sjelljes së saj dhe në mënyrë të veçantë të zotit Trump, pjesa më e madhe e aleatëve ish aleatë amerikanë tashti janë larguar, në mënyrë të veçantë Europa, që na intereson në mënyrë të drejtë për drejtë, në radhë të parë. Nga ana tjetër, kemi pothuajse një shpërberje të NATO-s. Jemi në prag, unë e kam parashikuar për shumë vitesh, po jemi në prag të shpërberje si organizatë. Nuk kam me përputhje interesash. E kupton? Dhe zoti Trump në atë logjikën e tij prej arroganti gjysmë të marrosur, kërkon që ti imponohet Europës me çdo kusht, të thotë që këtu jam unë. Se kështu e ka zakoni, këtu jam unë. Kështu ka bera i me vartësit e tij atje ku ka pasur bizneset. E kupton? Dhe kështu e di botën ai. Unë kam paran, unë beqa dua. Po tash s'ka as paran. Dhe praktikisht çdo ditë po vërtetohet që nuk e ka me forcën ushtarake që pretendon, sepse mënyra e luftuarit ka ndryshuar. Si ne ndoshta edhe këto e kemi thënë edhe një gjë tjetër. Vetëm qëndro tek ajo se çka ultimatumi po jepaj, për si jep të ultimatumin borxh, për çfarë po det ai? Ai është duke vdekur. Është duke vdekur. Po për çfarë sy e boni, për çfarë? Për arsye për të ruajtur veten, për të mbajtur veten gjallë me shpresa. Si mund ta mbash vetëm me shpresa duke ditur se ku është vetëdijshëm se ku është? Dhe në çfarë situate, çfarë fuqie ka, nuk është i vetëdijshëm në atë. Vazhdon me guximin akoma thotë to gjë. Ai është i vetëdijshëm që statusi i presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës i jep atij fuqi maksimale. Dhe ai me këtë abuzon me të tëra forma. Në Amerikë kongresmenët po kërkojnë shkarkimin e tij dhe aplikimin e nenit 25 të kushtetutës, sepse ai tashti është komplet i paaft dhe i rrezikshëm për vendin. Po lajmet e djeshme thonë që ai është duke vdekur, bile ka pretenduar që ka vdekur. Si ka pretenduar? Po, mediat, zerat. Pretendojnë mediat? Pretendojnë mediat që ai mund të ketë vdekur, po më së paku ai ka munguar një kohë të gjatë në ballafaqim me mediat, e kanë kërkuar dhe ai nuk paraqitet. Bile është parë në ambientet e shtëpisë së bardhë një ambulancë e cila pretendohet se ka çuar urgjentisht në spital ushtarak. Për Trumpin më thua? Për Trumpin, për ka po flasim ne? Për nënën tënde dhe timen? Jo, për Trumpin. Po mos ashtu Ingjëll. Po jore, ka fjallën që ky është objekti. Mos ul nivelin deri ke... Më fal, por bile ky që del tani nëpër media që bën të deklarata, është sozia? Ka një jore, këta ai mund ta ketë para 2 ditësh, para 3 ditësh. Ndërsa kjo që po them është e djeshme. Është e djeshme kjo që po them. E freskët fare. E freskët fare. Bile ka gati një muaj që sipas po këtyre zerave pretendohet që zoti Trump ka shenja të dukshme që është në një fazë fundore. Po para ca ditësh pati ca shenja të qafa i këto gjëra. Po pra, ai ka të qafa, ai ka të duart, ai ka domethënë shenja të rënda të një degradimi total të shëndetit. Për mos thënë edhe këtë tjetër që për sa i përket shëndetit fizik, se mendor, shëndeti fizik dhe mendor, ai është komplet i degraduar dhe për mos thënë edhe më të fundit që ka nga ata që pretendojnë inshallah, domethënë mos jenë thjesht dashakeqësi, po të ketë një farë vërtetësie në kuptimin që nuk na pëlqen që të përcjellim në publik gjëra të pavërteta, po nga ana e disa gazetarëve dhe jo një e dy, po shumë. Për mbot thua, se këtu në Amerikë. Për në Amerikë, po. Thonë që edhe ai është dhirë në brek në një takim me zyrtarët në shtëpinë e bardhë, në dhomën ovale. Do në kuptimin e plot fjalës? Në kuptimin e mirëfillt të fjalës? Po, në kuptimin e mirëfillt të fjalës. Ka bërë kakën? Ka bërë pizgën. Ka bërë kakën? Po. Dhe Pampers kështu, Elena do kështu. Po, tash ato janë ndërojnë ata të shtëpisë bardhë ka atje punonjës. Po mirë, ne nuk. Po nëse nuk duam të Po, se këto janë dobësi që mund t'i prekim çdo kush nga ne mund të përballim. Shiko këtu, si qenie njerëzore, çdo njeri ka problemet e veta, vojtjet e veta njën e tjetër që duhen mirë kuptuar dhe duhet ndihmuar për t'i kaluar. Problemi është se një degradim i tillë i shëndetit nuk është e pranueshme për kushtetutën që ai të vazhdojë të qëndrojë në detyrë. Dhe ai vazhdon të qëndrojë në detyrë me dhunë. Bravo, që ta shpjegojmë edhe këtë pjesë. Tani Trump i qëndron aty dhe bën këto gjëra se çka bën, i bën vetë me kokën e tij, me gjithë eksperiencën e tij ose për e sheve i më të arsyeshme dhe më mirë për vendin e tij dhe për veten, apo është dikush tjetër që
e shtyn nga pas edhe i jep ultimatume domethënë Trumpit. Nuk e shtyn njeri nga pas, e shtyn domosdoshmëria, siç ta kam thënë që në fillim, për t'i shpëtuar ligjit. E kupton? Ai ka male me probleme, çdo ditë dalin në dukje gjëra që nuk mund të mbulohen. Praktikisht ju e dini, para 2 ditësh ai shkarkoi dhe Pam Bondin. Domethënë prokurorën e përgjithshme apo ministrin e drejtësisë, se është i njëjti rol në Amerikë, sepse ajo e pati me të pamundur të mbulonte gjitha të mal me prova që bien mbi kurrizin e tij. Dhe që ajo ka qenë vetë përgjegjëse. Ka qenë prokurore e shtetit në mos gaboj në Florida apo ku ka qenë, dhe ka mbuluar atje një pjesë të veprimtarisë së tij dhe të Epstein. Tashti ka zera të fuqishëm se ky është vetë autori i zhdukjes së Epsteinit. Pra Trumpi mund të jetë, ekziston mundësia që mund të jetë ai që ka është personi që ka urdhëruar vrasjen e tij. Gjithmonë nëse është Po pra për të zhdukur provat. Gjithmonë nëse është vrarë, se alutohet që mund të jetë domethënë në një mënyrë apo një tjetër zhdukja e Epsteinit, qoftë fizike apo qoftë edhe qoftë fizike, qoftë juridike, si mund ta quajmë, domethënë nga vojtja e dënimit dhe nga përballja me ligjin, bjen në të njëjtën konkluzion. E kupton? Ai nuk është më i pranueshëm për vendin dhe shumë merr më pak i pranueshëm për ne. Po. Dhe mos harroni pra që gjithçka që përcjell ambasada amerikane sot është natyrisht në urdhrat e presidentit. Ambasada është e detyruar të përcjellë ato që përcjell presidenti, por unë do të shtoja një gjë. Ambasada amerikane në Tiranë, në mënyrë të veçantë, është nga ato pjesë të shtetit amerikan që ka abuzuar masivisht me besimin, jo vetëm të shqiptarëve, po edhe të vetë presidentit. Këta përcjellin lajme të paqena. Kudo nëpër botë, jo vetëm në Shqipëri. Unë po flas për Shqipërinë, këtë që e njoh mirë, unë nuk e përjashtoj që kjo të ndodhin edhe në shumë vende të tjera. Por në mënyrë të veçantë në Shqipëri, këta manipulojnë gjithçka, nxisin veprime kriminale, nxisin që mediat të mos e thonë të vërtetën, e kupton? Siç e dim dhe siç e kam përmendur unë kështu disa herë ndryhy në të gjitha institucionet shqiptare, jo për të mirën e shqiptarëve, po për të mirën e vet. E kupton? Dhe për të mirën e vet sepse kanë marrë pjesë në veprime kriminale, kanë marrë pjesë në grabitje, në vjedhje, në shumë vepra të rënda kriminale, që ndoshta ajo Nancy Van Horn që mban vendin e parë atje ndoshta se ka iden fare se çfarë ndodh. Sepse ambasada amerikane është ndarë në trupin diplomatik dhe në trupin e shërbimit të inteligjencës, domethënë në CIA-n dhe asetet që mund të jenë atashuar CIA-s. Në këtë kuptim, tash do vim tek deklarata e zonjës amerikane që thotë të kujdes se këtu mund të ketë akte terroriste nga ana e iranianëve. Tash unë do t'i bie edhe një ratif asaj cyllës me një vrim për të 1 milion të nera apo 1 milion e 2-3 herë sa vajtën. Do të thonë që unë nuk e pranoj cilësimin e shtetit amerikan, shtetit iranian si shtet terrorist. Shtet terrorist aktualisht është Izraeli në mënyrë absolute, dhe këta nuk e kam thënë unë, e thot gjithë bota, e ka thënë dhe gjykata, e thonë edhe ata të OKB-s, domethënë e ka thënë gjykata për të drejtat e njeriut në theftash, apo e krimit ndërkombëtar, dhe edhe Amerika që po e mbështet me të reformat. Janë shndërruar në shtete terroriste. Nuk e di, që interes kemi ne të jemi me ta? Zero. Që interes kanë iranianët që të bëjnë raprezalje dhe të bëjnë akte terroriste në Shqipëri? Zero. Zero. Ndërsa unë ju siguroj që nëse ka një rrezikshmëri të tillë, këta e kanë pikërisht agentët e CIA-s dhe agentët e Mossadit që për më tepër janë kapur me veprimtari të tilla në vendet partnere, në vendet e rajonit të Golfit, në Kuvajtë, në Jemene, ku di unë, janë në Arabinë Saudite, ku di unë. Kishte rasti me funë në Arabinë Saudite me falsflak që do të ndërtonin ato për t'ia hedhur iranianëve. Ata e kanë veprimtari 2 shekullore këtë punë. Po, e kanë vite të shquhen pra, janë mjeshtra. Ata shquhen për këtë punë. Nuk shquhet Irani për veprime terroriste, përkundrazi. Dhe tani do t'i kthehemi një gjëje që gjithmonë
i është servirur shqiptarve në të kundërtën e vet. Po ky Trump ka pretenduar se kur ishte në mandatin e tij të parë, ka fituar luftën me shtetin ISIS, me shtetin islamik terrorist, Siç e thon ata. siç e thon ata. Tani, jo, ISIS ka qenë me të vërtet shteti më terrorist në botë. Po mirë, tani Ah, hajt ta prit. marrim tani, është po dorë e tyre apo Është dorë e tyre. po, Pritën, po, prit. Dhe këta nuk e them unë. E kanë thënë vetë amerikanët në Kongresin Amerikan, janë pyetur domethënë krerët e institucioneve të inteligjencës dhe janë pyetur pikërisht për financimin e grupeve terroriste. Dhe ata kanë përmendur të gjitha emrat e organizatave terroriste në botë që janë financuar nga CIA. Përfshirë këtu edhe shtetin ISIS. Të mos harrojmë që ai që është sot presidenti i Siris, e kupton? Që përmbysi Bashar al-Assad, është njeri që nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës kërkoi me $10 milion gjasme si terrorist. Sot ai është president, sepse ai punoi në bashkëpunim me Izraelin dhe me amerikanët, fatkeqësisht dhe me turqit, për të përmbysur atë pjesë të pushtetit që në fakt ishte pro-iranian dhe pro-rus. E kupton? Tani le të kthehemi të kësaj pjesës tjetër. ISIS në vitin, domethënë diku nga viti 2014-2015, domethënë para se të fillonte ndërhyrja ushtarake ruse me bombardime me aviacion në përgjithësi dhe në terren nga trupat e Hezbollah dhe nga garda revolucionare iraniane, kishte pushtuar praktikisht, kishte marrë në zotërim një territor midis Siris dhe Irakut dhe asaj pjesës aty me fjalë, edhe Libanit edhe pak në Afganistan, sepse pjesën tjetër e kontrollonin vetë afganët, domethënë talibanët, kishte pushtuar një territor të madh sa Anglia e sotshme. E kuptoni domethënë? ISIS. Po. Dhe kishin në disponim makina të reja akull, të montuara mitrolozë të rande, të lehtë, të gjitha kalibrave. E kupton? Të reja akull, Toyota, Mitsubishi, të reja akull. Ku i gjeni parat? Prit. Po do marrim këtë tjetrën. Nuk ka absolutisht asnjë të vërtet në faktin që amerikanët zhdukën ISIS. Jo. Kanë qenë rusët, iranianët dhe libanezët ata që zhdukën ISIS. Me veprime shumë të rënda në terren, me vuajtje të mëdha, me sakrifica të mëdha, me humbje në njerëz, e kupton? Dhe më së fundi për 2 vjet lufte e zhdukën atë më të keqen e njerëzimit të paktën për atë periudhë të kohës. Dhe sidomos rrezikun më të madh që kishte vetë Europa nga shteti islamik. Po ç'a ndodhi? Në fakt, propaganda amerikane pretendon gjithmonë të kundërtën. Edhe këtu propaganda amerikane pretendon gjithmonë të kundërtën. Po. Tashti, shteti iranian nuk ka shtet terrorist, nuk vret njerëz të pafajshëm. Mos i ngatrojmë gjërat. Lufta që shteti iranian ka me Izraelin dhe Amerikën? Me Izraelin dhe Amerikën dhe sidomos me atë pjesë të rezistencës politike, ushtarake që janë ata të Mekut. Aha, të për të që, jemi qëndron akoma në Shqipëri. Ajo është një çështje midis iranianësh, nuk ka të bëjë me shqiptarët dhe nuk ka absolutisht asnjë arsye. Dhe ata e dinë shumë mirë se kush e solli shqiptarëve këtu atë. Po pra, kush ja u la do bëjë gjashtë shqiptarëve në dorë dhe Sali Berisha domethënë. Berisha me gjithë të tjetrën. Jo, Sali Berisha e beri. Po, e qartë. Domethënë ai vuri vullin e parë, pastaj këta vazhduan se këta ajo gjell janë. Po, atë do të thë. Po. Domethënë shteti iranian ka një luftë me dikë që e lufton. Nuk di unë një qytetar shqiptar që lufton Iranin, përveç Edi Ramës dhe shpurës së tij. Dhe Edi Rama do të mbaj përgjegjësi për atë që ka bërë, jo për Iranin. Po për ndihmën që i ka dhënë Izraelit, sidomos në luftë kundër palestinezëve. Çfarë emri ka? Edi Rama. Edi Rama. Prandaj edhe atje vendos jemi në fillim se i di ai gjitha. Ai çdo gjë se çfarë bën me kokën e vet sikur i di ai për çdo gjë se çfarë duhet në Shqipëri për shqiptarët. Për të vënë por gjithmonë për të kundërt, për na shet më të. Po pra, dëgjoni këtu.
Ai ben atë që ben, që nuk përputhet. Të nuk janë vendime të lehta ai gjë. Po sigurisht që nuk janë vendime të lehta. Dëgjoj këtu. Ai ben atë që ben dhe ti me të drejtë thuaj që nuk janë vendime të lehta, sepse ai e ka marrë vendimin. Në momentin që ka pranuar të tradhtojë, të vihet në dispozicion të fuqive të huaja, domethënë pavarësisht nga çfarë lloj, nga çfarë i kërkojnë, ai nuk ka rrugë tjetër. Dhe pse unë vazhdoj të insistoj që ai nuk ka rrugë, s'është një tradhtar, ai edhe gjithë të tjerë. Po, e ka zgjedhur rrugën ai, e ka zgjedhur rrugën ai. Rrugë tjetër ka, nuk do ta bëjë valla, nuk do ta bëjë edhe nuk del nga rruga. E eliminojnë ata. Le ta eliminojnë më. Jo, nuk më kuptove. Ty e mund na eliminojnë. Le ta eliminojnë. Nuk më kuptove ti. Ti ke zgjedhur që të bësh detyrën e gazetarit dhe brenda standardeve të gazetarisë. Po kuptoj, një të kanë krijuar zota këtu. Kanë krijuar por. Frikën unë se kam ndaj teje dhe Ramës ose atij tjetrit. Dëgjoj këtu. Edhe një herë do ta përsëris, unë jam i detyruar ta përsëris sepse thjesht për diskutim se edhe unë sado që bëj gazetarin me këtë që bën të dy bashkë, po edhe unë jam pjesë e këtij vendi, domethënë duhet edhe unë të flas si shtetëtis, nuk po flas vesh. Tani vesh pyetje edhe bëj nga herë si Anadollak ose si sikur s'di përgjigjen e gjës. Përgjigjet i dim gjithë, por thjesht është ideja kush ka zgjedh me folje, kush nuk zgjedh me folje, edhe vini pastaj filloni me ato komentet e juaja që të irritoni, të nxirrni nga vetja, edhe thoni o po njëri keni. Pari pra dilni, flisni edhe ju. Siç po flasim dhe ne, domethënë se kjo që bëjmë ne këtu nuk ju quhet gazetari, duhet me dal me shark kështu, me nxjerr bythën, me nxjerr gjoksin edhe një kohë në fillimet e njerëzimit apo deri vonë. Se ajo është gazetaria për ju, ajo se çka shifni. Jo çiktu. Në të gjithë kohën që njerëzimi ka ekzistuar, në të gjitha bashkësitë, komunitetet, pas ngadalë dhe shtetet, edhe sot në shtetin modern, njerëzit debatojnë në komunitet apo në bashkësi, për shembull siç është komuniteti Komisioni Evropian, Parlamenti Evropian. Çfarë bën njerëzit atje? Mblidhen dhe diskutojnë. S'është e thënë që ata janë gjithmonë të njëjtin mendim. E kupton? Ka të shara, të lavdëruara, diskutimi. Po pra, të shara, të lavdëruara çat duhet. Po sot ka kalu niveli, s'ka diskutim fare. Gjithkush ka interesat e veta. Dhe i paraqit në një bashkësi, debatojnë njerëzit, nxjerrin të vërtetat dhe të pavërtetat në shesh dhe arrin për konkluzione. Po kush debaton sot? Këtu nuk debatojnë njerëzit sepse debati kontrollohet në mënyrë kriminale nga ata që duan të manipulojnë mendjet e njerëzve. Tashti, dëgjoni këtu. Izraeli ka qenë praktikisht ushtria më e fortë e rajonit në atë vend. Dakord? Po nuk i mjafton të vetja. Mori Amerikën me vete. Në shumë kohë ka marrë dhe Europën me vete. Do kupton? Ukraina u ndesh para një rreziku të jashtëzakonshëm që ishte një forcë e madhe që ishte Rusia, po mos harrosni edhe Ukraina nuk ishte pak në ushtri. Dhe një ditë të bukur pjesa tjetër e perëndimit ju bashkua asaj për të përballur me Rusinë. Çfarë jam duke thënë këtu? Jam duke thënë, ore, si prisni ju që Engjël Luka dhe e lini vetëm për kaq kohë kur përballet me kaq shumë njerëz, me kaq shumë institucione, me kaq shumë pushtete, me kaq shumë para, me kaq shumë biznese tjera. E doni në një çik veten juve? Po për këtë po flas. Për këtë po flas. Domethënë ju në mënyrën më të papranueshme lejoni me ndërgjegje që njeri të dhunohet, të grabitet dhe mos harroni që gjithë harroni që po dhunojnë, po lejojnë për të dhunuar veten e vet. Veten, po prit, jo vetëm kaq, po çdo gjë që më kanë marrë mua është një pushtet konkret që pastaj do ta marrë ty. Do të ushtrohet kundër teje. Ti s'ke asnjë lloj mundësie sot të marrësh pushtetin e Edi Ramës, idhu si të duash përpjet, sako që ai ka para të grabitur, male me para, male me prona. Mira njerëz që janë bashkuar aty në korrupsion, në xhvatje, në gjobvenje, në vrasje, në mashtrime, në manipulim publiku dhe çfarë doni. Si prisni ju fitoni? Domethënë, praktikisht shqiptarët kanë pranuar të keqen e madhe që të jenë sklever të një pushteti që praktikisht është absolut. Absolut me zgjedhjen e shqiptarëve.
Absolut me zgjedhjen e atyre që bën gam në ekranin e televizori që Edi Rama po na dhunon, ai është autokrat. Sigurisht që është autokrat ai. Vete kemi leju. Jo vete kemi leju. Ata janë bashkë me të. Ato Ata janë bashkë pjesëtar në pushtetin e tij. Dhe pjesa tjetër. Janë bashkë pjesëtar në pushtetin e tij. S'mund ta ankohesh për një gjë që ti po e bën vet. E kupton? Domethënë, unë duke falenderuar Altinin dhe në një tjetër që të paktën moralisht ka qenë me mua, po unë nuk shikoj pothuajse asnjëri që me të vërtet t'i bashkohet kauzës për të çliruar veten. Është saktë. Për të çliruar veten. Dhe mos harroni. Dhe mos harroni. Tashti do t'i rikthehemi pjesës së luftës. Po, që ta përmbledhim tani. Që ta përmbledhim. Se edhe çik vapë, se do t'i kuptoni edhe kushtet tona, se s'kemi ato studio, se vazhdoj prapë aty se nuk kem. Në Izrael, një pushtet budallënsh dhe psikopatësh arriti deri atje sa të bindin pothuajse gjithë popullin. E njëjta histori është dhe ajo e Hitlerit, të bindin gjithë popullin se ata duhet të zhdukin këtë pjesën tjetër të fqinjës, domethënë palestinezët, për të marrë tokën. Të njëjtën gjë kërkojnë të bëjnë Liban, po kështu kanë pretendime. Të njëjtën gjë do të bëjnë edhe në Shqipëri, ditën e vazhdim. Po dhe të njëjtën gjë në Shqipëri. Tani kjo nuk është se ju duket alarmante, ju zgjon ose ju ngacmon. Korrupsioni masiv, mënyrat kriminale të marrjes së pushtetit, arritën deri në një pikë që ky shtet i çmendur fillon sulmon mbar gjithë çka ka përreth. Dhe sot ndodhet në pikën e tij më të zezë. Domethënë janë shumë analistët që pretendojnë se shteti, unë kam thënë pari, po do të përsërisë dhe ata që e thonë specialistë ushtarak të niveleve shumë të larta, që shteti i Izraelit mund të mos ekzistojë më. E kupton? Dhe kjo për fajin e vet, sepse domethënë ushtarët izraelit duhet ta kuptojnë që janë në fajsi maksimale. Ata po dëbohen nga vendet e Europës. Domethënë janë shumë qytetarë izraelit që janë në Europë, por që kanë qenë pjesë e Mossadit apo e ushtrisë izraelite dhe që me të identifikuar po dëbohen. Sepse ka një organizatë palestineze në mënyrë të veçantë që i kërkon me emër këta personë. Kriminal lufte. E kupton? Dhe shpejt ose vonë ky shtet ka një të ardhme as pak të mirë. Është afërt, e parashikon të afërt e Engjëlltë? Shiko, me mënyrën se si po zhvillohen gjërat, ai presidenti amerikan që thot 2-3 javë dhe ne do t'japim fund Iranit. Jo, ai thot nesër. Të martën thot ai nesër parashikon diçka të madhe, po se di. Po pra, e parashikon Netanyahu, nëse ai është gjallë do vej të ngrej flamurën e bardhë, do thot boll tani. Kështu e lexon thë? Nuk s'do ndodh diçka. Ç'a pritet ndodh? Ç'a mendoni ju? Jo, dua ta besoj se çka thua ti. Po ç'a mendoni ju se mund ndodh? E di pse po e shoh se ka kaq kohë, ai siç e thënë aty që u bë disa javë që i thotë do bëjmë atë edhe po s'po bën asgjë, vetëm po i bëhet aty. Shiko këtu, ai është një. Po ka kaluar në nivel qesharak, më kisi sa Bideni me veprimet e tij shumë. Shiko, Bideni sido që të jetë kishte probleme shëndetësore, kuptohet. Kishte edhe probleme jo të vogla të administratës vetë. Natyrisht nuk mund të jetë shquar. Po na më kishte Bideni me këtë. Kjo shumë herë më keqe. Shumë herë më keq, me këto se çka po bën. Bile dëgjoj këtu. Unë para shumë vjetësh më ka pyetur para shumë vjetësh. Po ka, domethënë para se të zhvilloheshin ngjarjet, domethënë zgjedhjet ku fitoi Biden. Ku i bën 2019. Kohën e pandemisë pak është. 2019, po. Dhe më pyeti tha, si e parashikon ti, kush do fitojë nga këta? Po ç'më duhet mua të shumë kush do fitojë nga këta? Po unë di them një gjë thash. Nëse fiton Bideni, Amerika do të vazhdojë të dobësohet. Nëse fiton Trump, do ketë luftë. Kjo atëherë. Ka qenë parashikuar që atëherë. Që atëherë. Po i doli jashtë kontrollit për shkak të pandemisë që ai fatkeqësisht, domethënë si gjithë mashtruesit, shfrytëzon pika të dobta të kundërshtarit, është gjithmonë ai njeri që ka qenë imponent sepse ka qenë ka pasur biznese dhe ka qenë pronar dhe me atë mendsinë e pronarit ai urdhëron bëj këtë, po se bëre të dëboj. E më the tash, dhe ai nuk njeh logjik tjetër.
Për më tepër ai nuk është, njerëzit nuk e kuptojnë dot dallimin midis zotit Putin dhe në përgjithësi të liderëve perëndimor. No? Dhe çuditë thonë ai, thonë është autokrat, është i tmerrshëm, është vrasës, është maskara, plus ato të tjera, pastaj budalliqet po vdes sot, po vdes nesër e tjera tërë. Po. Ka një ndryshim të jashtëzakonshëm midis zotit Putin dhe këtyre. Zoti Putin është një ushtarak i lindur, i formuar që në vogli, me shkollë të mirëfillt ushtarake, me shkollë të inteligjencës, me një njeri që i është përkushtuar analizës së inteligjencës, sepse kjo ka qenë detyrë e tij, plus ai mund të ketë pasur dhe pasion, dhe ka arsye në historikun e jetës familjare të tij që ai të jetë motivuar kështu. Dhe zoti Putin është njeriu që vë në plan të parë interesat kombëtar. Bile edhe po ta shikosh mirë, edhe pasurimi i tij ka pasur këtë qëllim. Ai ka futur në thes njërin pas tjetrit liderët ndërkombëtar të ashtu quajtur, sepse ata janë të pazotit të kuptojnë fjalën e mirësjelljes nga qëllimi. Ai ka futur të dyja bashkë. E kupton? Trump nuk e ka iden nga se çfarë është ushtria. Nuk kupton? Trump nuk e ka iden se si në mënyrë më idioteske të mundshme përjashton të gjithë generalët njëri pas tjetrit. Çdo të thotë kjo. Ta janë njerëz të formuar me vite nga shkollat më të mira amerikane. Sa e parashikon të zgjasë kjo lufta tani që jemi ta kalojmë mbyllit tani, kjo lufta që ka nisur. Fitet ka zëra që thonë deri në 2030 dhe Shqipëria do të përfshihet edhe me forca ushtarake në këtë luftë. Që do të bënë thirrje edhe në Shqipëri që të shqiptarët të shkojnë. Tani më dëgjoni çfarë do t'ju them unë shqiptarëve. Unë nuk e di këto parashikimet mund, domethënë e kanë një bazë reale, nuk janë fare pa. Po të shikoni çfarë do t'ju them unë shqiptarëve. Sot e kësaj dite grekët mbajnë në këmbë ligjin e luftës, e dini apo? Po. Dhe e dini pse? Pse mbajnë në këmbë ligjin e luftës? Sepse në vitin 1940 Italia fashiste, që pushtoi Shqipërinë, e kupton? Mori një pjesë të shqiptarëve, i futi në ushtri dhe i hodhi kundër grekut. Dhe greku thotë që shqiptarët ne na kanë sulmuar. Fakti është historik, pavarësisht se shqiptarët dezertuan në masë. Tani, kjo do të thotë që shqiptarët nuk duhet të bëhen pre dikujt tjetër sepse këto i pagojnë historikisht. Greku me e pa të drejtë tashti mban në këmbë një pretekst për të vepruar kundër nesh, me të tëra format që i jepet mundësia. Të kupton? Të njëjtën gjë bën serbët. Po pra, të njëjtën gjë bën serbët. Se thonë që ju shqiptarët u bashkuat me NATO dhe na bombarduat neve dhe na morët Kosovën. Që është krejt e kundërta dhe analistët nuk e dinë dhe historianët shumë pak e propagandojnë faktin që, sepse nuk e thot goja atyre, që kjo Kosova... Se thot zemra, jo goja. A zemra, sigurisht, a zemra, a xhepi. Po xhepi ka kapur dhe ka përthy, edhe zemrën edhe gojen edhe... Ata nuk duan ta thonë që shkak për shkëputjen e Kosovës nga trungu i shtetit shqiptar dhe i territorit shqiptar, është pikërisht Franca, Britania, Gjermania, Italia dhe Rusia. Por nëse Rusia ka mbajtur gjithmonë qëndrimin e vet, domethënë ajo ka qenë dhe vazhdon të jetë panslave, domethënë serbët e konsideron një pjesë të trungut vet si mund ta quash, ndërsa Franca, Britania, Italia, që u bën së bashku me Amerikën, që u bën iniciatorët e shpalljes së Republikës në Kosovë, nuk e kishin ndihmë, e kishin detyrim ndaj shqiptarëve, të mos ngatrojmë gjërat. Thjesht na kanë kthyer një borxh, nuk na kanë dhënë gjë. Po. Të mos i ngatrojmë gjërat. Tani, shqiptarët duhet kuptojnë që... Po, por ta lidh me thirrjen që bëhet pra që të marrin pjesë shqiptarët. Jo, thirrja është kjo, që mos harroni se çdo gjë që nuk po e bëni tani për veten tuaj, do ta bëni nesër në tradhti të hapur kundër vetes tuaj. A ke mundësi për ta thënë më troç se unë e kuptoj atë se çka the? Më troç artiçon. Ne kemi thënë vazhdimisht se kjo është thirrje që bëjmë çdo video ne.
sot është e domosdoshme që Edi Ramës Atë që s'po e bëni sot për veten tuaj, do ta bëni nesër për të keqen dhe për të keqen tuaj, në fakt vendit. Në fakt edhe sot ata po bëjnë. Ata po bëjnë. Më të keqen do ta bëni drejt për drejt fare. Do ta bëjnë drejt për drejt. Do vrisni njëri tjetrin, pik muhabet. Tani, thënë ndryshe, unë po e përsëris edhe një herë. Ato para që më janë marrë mua janë pjesë e një pushteti kriminal që vazhdon të sundojë shqiptarët. Ju me ndërgjegje po e lejoni këtë pushtet. Po veproni kundër njeriu të vetëm, edhe kur heshtni. Edhe kur heshtni. E kupton? Dhe kjo do t'ju kthehet praktikisht është pjesë e atij pushteti kriminal që ju sundon çdo ditë dhe që do t'ju shtyj në një të keqe pas tjetrës. Këto pretendimet që iranianët mund të veprojnë me akte terroriste në Shqipëri, Po idhini nga adresë tjetër, jo nga Irani. Idhini në adresë tjetër sepse ka njerëz jashtëzakonisht të motivuar, edhe vetë shteti shqiptar është i motivuar dhe ka provuar që ka kryer akte terroriste. Por mund të interesoj përveç pjesës që ai do të bëjë atë se çka i thon ato dhe ai do mbaj qendrimet çka i thon ato, se është shitur atje siç e shpjegove ti. Por çfarë mund të interesoj Ramës kjo gjë në këtë moment, në këtë pikë ku ndodhet ai dhe Shqipëria? Shiko këtu, njerëzit nuk janë budallëj, bila edhe brenda institucioneve nuk janë budallëj. Pse shërben Ramës kjo gjë? Pse i shërben? Sepse njësoj si i zoti Trump apo si zoti Netanyahu, ai është personi që me të rënë nga pushteti ikën në burg. Bravo. E kupton? I shërben edhe për pjesën e drejtësisë. Dhe të mos harrojmë një gjë që ai intereson kjo zhurmë e madhe kjo gjë. Po sigurisht, dhe të mos harrojmë një gjë që me ligjin e sotshëm dhe me ligjin e të gjithë botës, ai në një njeri sulmon Shqipëri vetëm për shpëtu bytën. Po pra, ai nëse humbet pushtetin dhe ikën në burg, humbet edhe kokrën e fundit të lekut që ka. E kuptoni? Dhe po të shikosh të gjithë veprimtarinë e ta ashtu quajturve miq që po largohen njëri pas tjetrit, e mani me deri vjet ata ishin këtu, sundonin sheshin. Po. Të gjithë shqiptarët dhe sidomos partizanët e zotit Rama, pasajistët, thoshin që ky është më i madh i fare. Po si ky ka, ja vetëm Skënderbeu ai të ngeri këtu, s'ka tjetër. E kupton? Por unë e dija që gjithë madhështia e tij, e ashtu quajtur, nuk është gjë tjetër veçse logjika e një veprimtarie kriminale dhe tradhëtore që kur ka lindur në kuptimin politik të fjalës. Zakonisht, siç e bie ti po mi vrimi, bien të dy po mi vrimi, mund i bie po mi vrimi me një pyetje. Me këtë situatë ku po ndodh, si po ndodhin gjërat, si po lëvizin gjërat, me këtë që shpjeguam ne, kur do futet në burg Edi Rama? Si e shef të largët e për të afërt? Po largon kjo situata luftës? Shiko këtu. Maskarent të llojit të Edi Ramës janë njerëz jashtëzakonisht të rrezikshëm. Dhe para se të futet në burg, ai mund të marrë me qafë shumë njerëz. Keni parasysh këtë. Domethënë, unë jam i sigurt që sot Belinda Balluku dhe Erion Veliaj po i bien kokës së burgut kështu, domethënë derës së burgut apo mureve të burgut me kokë, rrezik të çajnë murin se tash kokën e kanë të fortë dhe kanë një eksperiencë kriminale, bashkëkriminale të gjatë. Po Edi Rama është një nga ata njerëz që, domethënë, fundi i moralit të njeriu. E kupton? Ai e ka të shkruar në ball, pas meje le të përmbyset bota. Dhe ai këtë do. Ai është i gatshëm që në çdo moment këtë vend, ashtu siç e futi Sali Berisha në 97-ën, ky është akoma më i rrezikshëm se ai. Domethënë ja pas ka hedhur, s'do të futet në burg. Jo. Jo. Po shpëton. Nuk shpëton. Nuk shpëton. Ditët i kemi para, dhe mos harroni një gjë. Në mos gaboj unë, se nuk e di e thash apo se thash. Sipas lajmeve të pa konfirmuara natyrisht zyrtarisht, ka pasur të shtana armësh në afërsitë të shtëpisë Bardh dje. Dje. Dhe pretendohet se njerëz të lidhur me Mohtaban, me të parin e Iranit,
mund të jenë duke organizuar sulme kundër Trumpit. Nuk ka asgjë për të çuditur në këtë mes. E kupton? Sepse ai është betuar që do marrin hak për të jatin. Një dhe e dyta, dihet që Irani është Republikë Islamike. Në Islam akmarrja është detyrim. Apo jam gabim? Miq, ndërsa në ligjin shqiptar, më duhet të thojë që të pyetjet ja bëjmë atij se është njëri që kthe përgjigje në rrjetet sociale. Beja. Prit. Ta mbyllim? Jo, dale se do them edhe këtë tjetër unë. Dhe me sa di unë, iranianët janë betuar që të vrasin çdo që ka marrë pjesë në sulme kundër tyre. Dhe kjo bën vaki përfshin edhe kokën e Zotit Rama. A pra se kur theti në shtëpinë, nuk thashë po thoje për shtëpinë Surrel. Po jo, shtëpinë e Surrel. Ishte për shtëpinë e Bardh. Në shtëpinë e Surrel po ja futën ata, ja fusin në një kështu llokume, po ata s'kan punë shqiptare. S'ka në gjë këtë, janë bo shumë ndërtesa të larta këthe dhe pengon ai ndërtesi, po ndoshta ai edhe këto ndërtesa lartë ka lejuar vetë qëllimisht që mos shkojnë atje. Këtu është e vërtet që iranianët kanë sulmuar edhe qendra të banuara në Katar, në Kuvajt, në Arabinë Saudite, në Emiratet e Bashkuara Arabe e në Jordani, por kanë sulmuar drejt për drejt bazat e oficerëve amerikanë, të ushtarakëve atë amerikanë. Se shqiptarët kanë filluar në për studio të analistët duke treguar këto vendet më të sigurta në Shqipëri si ku janë, domethënë. Edhe një ishte në Surrel, domethënë. Njëri është në Surrel dhe mos harroni këtu që sa kohë që dhe pse po i përgatis shqiptarë dhe pse po ju kërkoj atyre që të bashkohen me mua për t'i marrë këtyre pushtetin e parë, pushtetin financiar dhe ekonomik. Mos harroni që ai Jared Kushner kërkon të marrin Sazanin dhe ti je sigur që iranianët nuk kanë për ta lënë Sazanin në këmbë nëse e merr ai. Jeni të sigurt për të? Prandaj, çdo implikim i shqiptarëve me politikën vrastare të Izraelit dhe të Amerikanëve do të çojë në pasoja të rënda kundër tyre. Çdo mosveprim sot për të kërkuar drejtësi, jo për Angel Lukën, po për parat që grabit çdo ditë ai që grabit nga Angel Luka, që grabit ashiqare nga institucionet shqiptare. Domethënë, nëse mua më ka grabitur, po e themi 1 miliard apo 5 miliard, shqiptarëve, sipas të thënave, deri tani janë grabitur një 70 miliard. Vetëm për këto, sa i bie 13 vjet të pushtetit të tij. E këtu është bërë batërdia. Po të ndodhte kjo gjë kaq hapur në një shtet tjetër, do ishte përmbysur dynjaja. Për 5 lekë në Francë u vu flaka Parisit 1 vit e gjysmë. Këta dhe duhet kuptojmë edhe këtë gjë tjetër. Politika e tij përveç se grabitjes ka synuar largimin masiv të shqiptarëve, pikërisht atyre shqiptarëve që rrezikojnë pushtetin e tij apo të atyre shqiptarëve që kanë ardhur në dijeni të krimeve të tij. Ai ka korruptuar, po i ka korruptuar në bashkëpunim me italianët, me britanikët, me francezët, me gjermanët, me gjermanët çik më pak, me amerikanët, me kanadezët, më thënë tash, me grekët. Disi mendin çuna. Profesor, të falenderoj shumë. Respekte, vlerësime maksimale, konsideratën e lartë që ti ndajmë gjërat, unë nuk shoh në unë personalisht, pastaj ti ndajmë gjërat. Unë personalisht nuk shikoj në një të mirë të madhe të miqësisë me amerikanët, po sido që tjetë, dëgjojeni mirë, amerikanët janë një popull që kanë vlera. Kanë një strukturë të shtetit që i bën ata, që ju jep atyre mundësinë të kundërveprojnë ndaj të ligës. Nëse unë sot, për shembull, jap këtu disa fakte mbi mënyrën se si është sjell administrata qendrore, mos harroni që këto fakte unë nuk do të kisha mundësi t'i sillja nëse ai shtet nuk do të kishte një strukturë që i lejon transparencë, jo vetëm atë brenda për brenda, por në sy të gjithë botës. Ata nuk e kanë turp ta thonë të vërtetën. Dhe kjo është një e mirë e jashtëzakonshme.
Ata nuk e kanë turp që të ngrihen në grup dhe të sulmojnë çdo lloj pushteti që del nga rruga e ligjit dhe nga rruga e kushtetutës. Mos harroni këtë. Kjo është ajo e mirë e jashtëzakonshme që Amerika i jep botës. Mos folur pasaj për filmin, muzikën, e ku di unë. Por ama duhet i ndajmë gjërat. Tjetër pushteti i inkriminuar dhe tjetër populli me vlerat e tij, më thënë tash. Unë jam me Amerikën, me ata Amerikë që kërkon të japi popujve të botës, përfshirë dhe Shqipërisë, vlerat e tij më të mira, vlerat historike. Dhe prandaj bëhet thirrje që Amerika dhe Europa në mënyrë të veçantë duhet t'i rikthehet vlerave të saj. Është vetëm rrugë për shpëtimi. Çdo strukturë që lejon korrupsionin, gjobdhenjen, vjedhjet masive të paras publike apo individuale, çon në pasoja katastrofike. Kështu që ju uroj më të mirën shqiptarëve me një diell kështu që pak vende e kanë. Nga anë mban botës, mua më pyesin miq rastësor apo të njohur, si është koha në Shqipëri. Dhe unë ju them, Shqipëria është vendi nga të paktit vendet të botës dhe sidomos të Evropës që ka 300 ditë me diell në vit. E vërtet është. Dhe ti është nga një vend si ky, dhe të largosh nga një vend si ky, të shkosh në Suedi ku ata vetë luten për t'i ikur. E kupton, për të gjetur një copë diell gjikundi në Greqi, në Shqipëri, në Itali, më thet tash. Dhe ju ikni që nga ky vend vetëm sepse për çfarë? Pse? Sepse duan t'i shmangën të vërtetës. Kaq. Kërkojnë se përfitojnë sepse morën 5 lekë apo morën një punë në Itali apo në Francë. Dhe harrojnë që kanë lënë këtë vend nga më të mirët e kësaj bote. Pyeteni mirë vetëm para se të flisni.